janë bërë gati për të marrë rrugën për në majën e Haljas. Kjo pasi shërbimi i kërkim shpëtimit malor të Kosovës pranoi një thirrje se një bjeshkatar nga Mali i Zi rrëshqiti dhe ra në një gërmi në faqen e pjerë veriore të majës së Haljes. Operacioni nisi në orët e vona të mbrëmjes të së shtunës dhe vazhdoi deri të dielën në mëngjes. Pas shumë orësh kërkime, u gjet trupi i pajeti bjeshkatarit Qazim Fetaović. Inderumi faktikisht tashmë i ndjeri Qazimi Fetaovići ka qenë bjeshkatar shumë e përvojë, edhe person shumë i respektuar në gjithë komunitetin bjeshkatar. Ai ka qenë duke udhëhequr një grup prej 12 bjeshkatarëve nga Kroacia. Edhe për një moment i ka lëshu bora në atë pjesë edhe kështu ka ndodhur aksidenti. Mjegulla e dendur ishte ndër shkaktarët kryesorë që vështirësuan punën e ekipit shpëtues në gjetjen e bjeshkatarit. Në ditën që e kemi fillu kërkimin, im duk me ndërprej për një kohë shkurt për shkak se dukshmëria ka qenë shumë ulë, diku në 20 metra dukshmëri edhe për shkak të borës madhe që ka pas në teren, edhe mos vurjes në rrezik edhe pjesës tjetër të ekipës, kemi vendosur më kthy deri në shtëpi malore. Fitan Abazi, nga shërbimi i kërkim shpëtimit malor të Kosovës, ju bën apel të gjithë qytetarëve të frekuentojnë zona malore që qëndrojnë në zonën e sigurisë dhe të jenë të përgatitur kur vizitojnë bjeshkët.